Në qendër të fshatit Strymnis ndodhet kjo rrugë që sipas banorëve është dëmtuar nga shiu dhe prej afro 3 vitesh akoma edhe sot e kësaj dite nuk është riparuar. E vërteta është se kjo rrugë është dëmtuar pak kohë pas asfaltimit. Gjatë një vizite të kryetarit të komunës së Gjelinës Blerim Sediut, banorët e Strymnicës drejtuan këtë pyetje. Nëse ka mundësi dhe nëse na jep fjalën se do ta realizoj, është një rrugicë e vogël që e ka prish shiu prej te kafja deri te xhamia e vjetër. Nëse ne premton, para zgjedhjes se do ta bësh, do jesë shumë mirë për ju, por edhe për ne. Por cila është përgjigjja e kryetarit aktual? Nëse kjo rrugë do të riparohet tani në prag të zgjedhjeve apo pas 19 tetor? Por ju do ta dini një gjë. Derisa e keni kryetar komune Blerim Sediu, edhe këtë premtim do ta mba dhe do ta bëj para zgjedhjeve realitetet e këtë rrugë. Ju jap lajmin se sipas kërkesës edhe unë do veproj për arsye se Strymnis çdo herë kam vepruar ashtu siç më keni thënë ju. Këtë javë do të nisim me asfaltimin e pjesës dëmtuar në rrugën e Strymnicës, pjesës Mallës Epërme.